We are the music. Go! Stop. Yeah. Play. We are the music. Go! Come on. Dance. 1, 2, 3. Ja pra ku jemi sërish në këtë vit të ri me një festival të konceptuar sërish në formë të re. Sepse këtë vit do t'jenë 32 këngëtarë, cilët do të paraqiten dhe do të konkurojnë për çmime të mëdha në këtë skenë të punuar nga skenografi mirënjohur Bashkim Zahaj. Sonte është nata e parë dhe në këtë natë parë do të konkurojnë 16 këngëtarë. Në këtë festival për atë transmetuar drejt për së drejti nga radio televizioni publik shqiptar, ju do të keni mundësinë që të vlerësoni me anë të duar trokitjeve tuaja këngëtarët e rinj, të cilët me zërat e tyre do t'ju sjellin emocione. Për të hapur këtë festival, Flori bëri aq sa mundi, por Eneda Tarifa, fituesja e çmimit të madh të festivalit të vjetshëm, do t'jetë ajo që do t'ju uroj mirëseardhjen dhe suksese dhe këngëtarëve të rinj që do të konkurojnë këtë vit. Pra Eneda Tarifa me Do ta them.
dor që të thëjen pranë, verin do ta kaloj. Ti vrapon në qeshi dhe shlak futurosh, bata ime magjike janë gale po të rëzon. Ti afrohesh, largohesh, prap me gas më të shtron, dhe kur më vjen pranë, zemra sa nuk më lëshon. Do ta them atë fjalë, zemrën do ta tregoj. Eneda Tarifa, një mikeshe imja e përhershme dhe e përgjithmonshme. Unë e falenderoj për emocionet që ajo më jep gjithmonë sa herë që del në skenë, sepse është ndryshe ta mendosh si një shoqe dhe është ndryshe si ta mendosh si një shoqe artiste dhe me një karrierë kaq brillante përpara. Unë e falenderoj për emocionet që më jep mua dhe besoj se dhe ju do të bëni po të njëjtën gjë sepse ajo e meriton. Eneda? Unë do doja, më falë, do doja dhe të drejtoja një pyetje, sepse Eneda do t'jetë ajo që natën e tretë, pra në natën finale të këtij festivali, do t'jap dhe çmimin për këngëtarin apo grupin apo këngëtaren më të mirë. Si e ndjen veten tashmë si fituese të çmimit të madh një vit më parë dhe këtë vit si dhënëse të çmimit që juria do t'jap? Atëre, faleminderit për ftesën tuaj këtu. Është një kënaqësi e veçantë sepse e di ç'do thotë ti jesh konkurrente, e di ç'do thotë kesh përpara një rrugë të gjatë dhe një karrierë të gjatë, prandaj unë ju kërkoj juris që të vlerësohet më i miri. Dhe më duket pak çudi që sot jam me ty në të njëjtën skenë, jam shumë e kënaqur. Dhe unë. Faleminderit, ju uroj gjithë mirat. Më fali, po ndëroj unë. Unë do zbuloj një sekret shumë të vogël, shumë të vogël. Do të është surprizë. Po. Vajzat kanë qenë mikesha të ngushta që në moshë të vogël, shoqe bange, dhe sot janë të dyja në skenë. Po. Dhe është vërtet speciale. Faleminderit Eneda, të presim natën e tretë finale. Dhe vazhdojmë atëherë me prezantimin e çmimeve të reja që jurit tona të nderuara do t'japin në këtë festival të këngës së Stinës 2002. Do t'jenë çmime të reja pra, nuk do t'ketë më çmimi i parë, i dytë, i tretë, sepse ne nuk duam që kjo të kaloj në traditë dhe në dhënien e çmimeve. Ky është festival rinor, është seriozisht rinor, jo serioz për të rinj. Domethënë ky koncept duhet jetë i saktë. Dhe çmimet që do t'jepen në këtë festival janë kënga më e mirë, do t'jepet çmimi këngëtari më i mirë, grupi më i mirë, do t'jepet nga juria e specialistëve çmimi i kritikës, dhe do të kemi dhe një juri shumë speciale, cila do t'jap një çmim shumë special. Ajo është juria e shtypit dhe e medjave, cilën unë e përshëndes dhe do të doja që të flisnin mirë për mua. Faleminderit. Dhe vazhdojmë me këngëtaren e parë konkurruese për këtë natë të parë të festivalit Këngët e Stinës 2002. Ajo quhet Renata dhe vjen me një këngë të kompozuar nga një kantautore, cilën ju jeni mësuar ta shihni në skenë. Është Suela Kalaja, pra ajo që ka kompozuar këtë këngë dhe ka shkruar dhe tekstin për këtë këngë. Një bashkëpunim familjar do të thoja, sepse kjo këngë është e shkruar nga Suela Kalaja dhe orkestruar nga Sajmir Çili. Unë do doja t'i përshëndes dhe ata kanë zgjedhur pra këtë këngëtare, Renatën, që të vi me këngën e bërë nga ata. Kënga titullohet Kur zbret një ëndër, Renata për ju, Kur zbret një ëndër.
E në fakt asgjë nuk do të ndodhë, është thjesht titulli i këngës që do të interpretohet në këtë momente nga grupi No Tracks. Teksti dhe muzika No Tracks. Orkestroi Ernis Qili, Alternative Music. Çfarë po ndodh? Gati tema. Dua të jem në hapësirë, asgjë të mos kem tu në shpirt. Një jetë më të egër të jetoj, dua dhe veten të haroj. Shua një fjallë me gjakun tim, me hapat të let një rënkim. E lashtë është kënga që këndoj, të brisht janë dhe lotët që lëshon. Tu të larta ne kaluam jetë kur të shuruam. Stoj me veten, por sfidoj, artisur jemi, what's going on? What's going on in the world today? Tu të larta ne kaluam jetë kur të shuruam. Stoj me veten, por sfidoj, artisur jemi, what's going on? What's going on in the world today? What's going on in the world today? Jem në hapësirë, asgjë të mos kem tu në shpirt. Jetë më të egër të jetoj, dua dhe veten të haroj. Shua një fjallë me gjakun tim, me hapat të let një rënkim. E lashtë është kënga që këndoj, të brisht janë dhe lotët që lëshon. Tu të larta ne kaluam jetë kur të shuruam. Stoj me veten, por sfidoj, artisur jemi, what's going on? What's going on in the world today? Tu të larta ne kaluam jetë kur të shuruam. Stoj me veten, por sfidoj, artisur jemi, what's going on? What's going on in the world today? Tu të larta ne kaluam jetë kur të shuruam. Stoj me veten, por sfidoj, artisur jemi, what's going on? What's going on in the world today? Larta ne kaluam jetë kur të shuruam. Stoj me veten, por sfidoj, artisur jemi, what's going on? Tu të larta ne kaluam jetë kur të shuruam. Stoj me veten, por sfidoj, artisur jemi, what's going on? No Trust me çfarë po ndodh. Mbas kësaj kënge në skenë do të ngjitet një tjetër këngëtar i cili nuk do të thotë më çfarë po ndodh, por do të thotë se diçka ka ndodhur në shkollën e dashurisë. Sepse titulli i këngës që ai do të këndoj është Në shkollën e dashurisë. Ai është Besford Ibrahimi, me këtë këngë të kompozuar nga ai vet, të orkestruar nga Artan Kamberi dhe me tekst të Ernis Baçovës, Në shkollën e dashurisë. Besford Ibrahimi.
time të kedhur në kunder, në fytin e detit, ajo është e futur, e sytë e saj tani më janë dukur. Ma mësoj dashuria të shpërimit, e unë për shekuj kisha nevoj, që një mike të me dëshpëronte, dhe në kratë e saj si fëmijë të vajtoj. Dashuria jote më mësoj, se para fatit i vogël jam, se jeta shkon pa kujtuar, dhe atë që s'kisha mësuar. Ti që histori time përmbysen, pufja ime në çdo pjesë të ndërjeton. Dashuria jote më mësoj, se si histori dhe koha dhe ndryshon. Ti që histori time përmbysen, pufja ime në çdo pjesë të ndërjeton. Dashuria jote më mësoj, se si histori dhe koha dhe ndryshon. Dashuria vuajtje më mësoj, në botën time kërcisht e kuptoj, të edemruve më detyroj, në dritat e makinave imazhin të kërkoj. Dashuria jote në dëshpëri më futi, kur më para tje s'kisha qënë, kur se mendoja njeriu si loti, pa dëshpëri njeriu të urrejt. Dashuria jote më mëson, se para fatit i vogël jam, si jeta shkon pa kujtuar, dhe atë që s'kisha mësuar. Ti që histori time përmbysen, pufja ime në çdo pjesë të ndërjeton. Dashuria jote më mëson, se si histori dhe koha dhe ndryshon. Ti që histori time përmbysen, pufja ime në çdo pjesë të ndërjeton. Dashuria jote më mëson, se si histori dhe koha dhe ndryshon. Që histori time përmbysen, pufja ime në çdo pjesë të ndërjeton. Dashuria jote më mësoj, se si histori dhe koha dhe ndryshon. Ti që histori time përmbysen, pufja ime në çdo pjesë të ndërjeton. Dashuria jote më mësoj, se si histori dhe koha dhe ndryshon. Në shkollën e dashurisë Besford Ibrahimi. Tani ka ardhur një moment shumë special. Është ai që të prezantojmë jurit tona të nderuara. Dhe pse them jurit? Zakonisht jemi mësuar të kemi një juri festivalesh. Këtë herë do të jenë dy. Do të jetë juria e festivalit, e cila përbëhet nga Edmond Zhulali, kompozitor, Ëngjëll Ndocaj, gazetar, drejtori i Departamentit Kulturës i Televizionit Shqiptar, Mariza Ekonomi, këngëtare, Valbona Imami, aktore dhe pedagoge në Akademinë e Arteve të Bukura, Kastriot Tusha, tenor në teatr të operas dhe të baletit, Brunilda Zllami, shkrimtare, Redi Jaupi, futbolist, kapiteni i ekipit kampion Dinamo, Arjan Konomi, kryeredaktori i revistës Spektër dhe kryetari i kësaj jurie, zoti Jetmir Barbullushi, dirigent dhe kompozitor. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, ju uroj mirëseardhje dhe një punë të këndshme, ndërsa juria tjetër është juria e Shtypit. Është një juri shumë simpatike, ku janë të ftuar të gjithë gazetarët e medias së shkruar dhe asaj elektronike.
e cila përbëhet nga Elsa Demo, Gazeta Korrieri, Esmeralda Mulaj nga Televizioni Shqiptar, Elda Koçi nga Radio Tirana, Anila Vogli nga Televizioni Koha, Indrit Çobani nga Radio Koha, Sonila Pepa nga Televizioni Arbëria, Flora Nikola në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, e cila është edhe kryetare e kësaj jurie, Anja Bazi nga Televizioni Vision Plus, Violeta Murati nga Gazeta Ballkan, Esmeralda Bardyli nga Gazeta 55, Admirina Peçi nga Gazeta Shekulli, Migena Hoxhalli nga Gazeta Shqiptare, Alketa Sino nga Televizioni Top Channel, Ornela Gaçi nga Televizioni Telenorba Shqiptare, Andi Biça nga Televizioni Shijak, Odeta Halili nga Gazeta Dita, Rovena Kalaja nga Gazeta Albania. Dhe duke shpresuar që nesër artikulli për mua dhe për Florin do t'jetë më gjepsës, unë uroj një punë të këndshme. Dhe vazhdojmë me konkurimin. Tani në skenë do të vi një këngëtare që quhet Valbona Hanaj. Isha shumë, po mendoja shumë mbi artikullin që do të lexoja, për artikullin që do të lexoja nesër. Këngëtarja quhet Valbona Hanaj dhe vjen me një këngë që Flori ka shumë qejf ta thot vetë. Është një këngë shumë interesante dhe mua më pëlqen ta prezantoj Valbonën me këngën Kur bie Kur bie Nata. Erdhi Nata, Valbona. Me muzikë të Liman Malokut, tekst Evangel Kozma, orkestruar nga Alfred Kaçinari, Valbona Hanaj, Kur bie Nata. Nata kur bie, një nisë ndrin aty, lehta si hije, më vin kohët kur isha me ty. Qishte kjo dallë që më shkatron, gëzimin, shpresën edhe lumturin, me perde gjumin më mbuloj, dhe shpirtin tim që deshi veç studim. Kujtesa natën më spirit, dhe ti më shfaqesh në zonë, kur unë me vete pëshpërit, të dua shpirt o ty të dua pranë. Do shta një gjumë ne kemi qanë, por si lëndë e kritë marë, nuk dim rafti me as kushtojnë, por marri maku edhe ndeti zjarë. Do shta një gjumë ne kemi qanë, por si lëndë e kritë marë, nuk dim rafti me as kushtojnë, por marri maku edhe ndeti zjarë. Nata kur bie, një nisë ndrin aty, lehta si hije, më vin kohët kur isha me ty. Qishte kjo dallë që më shkatron, gëzimin, shpresën edhe lumturin, me perde gjumin më mbuloj, dhe shpirtin tim që deshi veç studim. Kujtesa natën më spirit, dhe ti më shfaqesh në zonë, por unë me vete pëshpërit, të dua shpirt o ty të dua pranë. Do shta një gjumë ne kemi qanë, por si lëndë e kritë marë, nuk dim rafti me as kushtojnë, por marri maku edhe ndeti zjarë. Do shta një gjumë ne kemi qanë, por si lëndë e kritë marë,
Ku bie nata? Valbona Hanaj. Tani do të vinë 2 këngëtarë të cilët kanë përshkruar një rrugë shumë të vështirë. Ndaj dhe Shumë të vështirë, goxha. ndaj dhe quhen, ata janë grup dhe quhen Udha e shkëmbit. Dhe fantazo Zhaku të nisësh në për udhën e shkëmbit, lartë më lartë dhe në majtë të shikosh hënën. Thuaja hënës Zhaku. që unë po vuaj kaj shumë nga ty. Jo. Thuaja hënës. Që muzikën e kësaj kënge e ka bërë Klodian Luli, tekstin dhe Bi Skënderi, orkestruar nga Ilirian Mihali, thuaja hënës, udha e shkëmbit. Sukses e djema. Thuaja hënës. Dhe vazhdojmë natën e parë të festivalit Këngët e Stinës 2002 me një tjetër artist. Ai ndihet i mistershëm si personazhi i filmave 007 dhe do të debutoj sonte. A85 ka shkruar dhe kompozuar vetë këngën që do të këndoj, orkestruar nga Irnis Qili dhe ai këndon Jo se besoj. Është titulli i këngës A85.
pas të them një e bukur jam më shumë të them një shpirt shumë pak të them një mes nuk ka po më spak kur të tua si toj dhe pa ty fali pa gëtësi shpirti tim fali pak dashuri toj të dua dhe ti kur ti bash ata dy sy dhe ti më vështrova me gjithë dashuria jote s'më rre me një fjalë por vetëm me një gjallë e ti që më thua që të dua me gjithë shpirt unë vjen ata dy sy se ti më vështron se ti më shikon si të dua më vështrua nuk kujdes shpirti jot me duket si në fer kur të thashun ti më i vet me lera atë ti përgjigjes dua më gjatë Jo si besoj se vetëm i që më dollër pa ty Larkoll lakmimoj veç ma ta dy sy se zemra ime nuk të lë të hysh Rov dashuria që në ernia kemi me dy fjalë Nëzimi dhe gjithë bota let të flasë që ernia let të haj Se gjadhe nuk don dashuri por don vetëm vetëmi dashuria gjadhe Dhe gënjemi një fjalë si fër këtë vaj që unë e dua Gjadhe ma ka marrë mua këtë vaj këtë dashuri Si gjadhe mua me lanë në vetëmi Se gjadhe nuk don dashuri por don vetëm vetëmi Jo si besoj këtë dashuri që më ndau nga ti Si besoj atë fjalë që mi thua ti Dua të flas me ty dua të them një gjë romantike ty dua të them që të dua vetëm ty Të fjallat e mjaftojnë ty dhe mos mendoj për vetëmi Mendoj vetëm për dashuri Jo se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Unë se besoj kur të kujtoj Jem se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Unë se besoj kur të kujtoj Jem se besoj kur të kujtoj Unë të dua dy, ti marrë për mua tre Zemra ime është të thyrë dhe të tua katë Dashuria ime ty të bën vetëm për mua Jo si besoj se vetëm i që më ndodhë pa ty Në këtë botë me dashuri unë të dua vetëm ty të dashuroj Ka të fjalë mua me mjaftojnë Për të tërguar që të dua të dashuroj Vetëm ty të mendoj, nuk të harroj Dua të kërcim me ty Dua të më shikoj si ty të më thua që të dua vetëm ty Mua me qëtoj një puzin nga ti edhe vetëm nga ti Të mendoj, ti e lart të dëgjoj Natë mendoj, natë ty pa ty jes mund jetoj Jo si besoj se vetëm i që më ndodhë të ti Dashurit e paruar këti, po këti Pa të menduar, pa të shikuar Jes më të rritë fash, të thash, të dua ty mi fash Të dua ty, të dua të thash Të shijoj, të mendoj, ty me fash të dashuroj Ti me flet, të flas, ty të tu më shikojnë Ndër jo të mua me përnon, që se beson Fjall që ti them janë të vërteta të mendosh ti pa gënjeshtra Po të mendosh ti pa gënjeshtra Jo si besoj, se vetëm i që më dollër pa ty Larkoll lakmimoj veç ma ta dy sy se zemra ime nuk të lë të hysh Rov dashuria që në ernia kemi me dy fjalë Nëzimi dhe gjithë bota let të flasë që ernia let të haj Jo se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Unë se besoj kur të kujtoj Jem se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Unë se besoj kur të kujtoj Jem se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Unë se besoj kur të kujtoj Jem se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Jo se besoj kur të kujtoj Unë se besoj kur të kujtoj Jem se besoj kur të kujtoj A85 Festivali Këngët e Stinës 2002 transmetohet drejt për së drejti nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Është edicioni i dytë që ky festival mbart vetëm këngëtar nën moshën 25 vjeç dhe duke i uruar suksese 32 këngëtarëve konkurrues, vazhdojmë me konkurimin ton. Këngëtarja që do të vi tani në skenë quhet Jeta Faqolli. Ajo vjen me një këngë që titullohet Foleja kundër meje, me tekst të Klevis Begës, orkestruar nga Elvin Muço, me kompozim të vetë këngëtares, ftoj Jeta Faqolli me këngën Foleja kundër meje. Jeta Faqolli! Tregova qelit besoj Më gjatë se kur do të qohem Jetën kërkoj ndëroj Lufta pushtoj se besoj Se besoj, se besoj Dritën u sjell gjithandej Sy do të ndrin dhe një herë Uj
Tregova qelit besoj, më gjatë e kur do të qohem, jetën kërkoj ndëroj. Lufta pushtoj se besoj, se besoj, se besoj, dritën u sjell gjithandej, sy do të ndrin dhe një herë, uj do të rjetë si për herë, i ndjeri zot sa shumë vlerë. Emrat pushtojnë, flakërojnë, deri s'ka vend as gjysoj, tregohen shumë dobi, gjyra vije sa çudi. Emrat pushtojnë, flakërojnë, deri s'ka vend as gjysoj, tregohen shumë dobi, gjyra vije sa çudi. Emrat pushtojnë, flakërojnë, deri s'ka vend as gjysoj, tregohen shumë dobi, gjyra vije sa çudi. Emrat pushtojnë, flakërojnë, deri s'ka vend as gjysoj, tregohen shumë dobi, gjyra vije sa çudi. Zogu do të fluturoj me kratë e pa prera. Jeta Faqolli, ka ardhur momenti që unë e dashuroj shumë, është momenti i falenderimeve. Ka gjë më të bukur se të falenderosh. Dhe unë do doja të falenderoja ata që mundsuan realizimin e këtij festivali. Së pari do doja të falenderoja Zina Kondin, stilisten e cila mundsoi veshjet tona, dhe ju e shikoni mirë rezultatin, apo jo? Gjithashtu, faleminderit. Gjithashtu edhe gigantin e këpucëve në Shqipëri, Miral. Kalojmë në falenderimin për Pub Mirage 2, i cili do të hap dyert për mbas natës së tretë finaliste në këtë festival. Do të falenderoja edhe Bankën Kombëtare Tregtare dhe Lori Cafe. Pak publicitet. Banka Kombëtare Tregtare. Banka më e vjetër dhe më e re në Shqipëri. Banka Kombëtare Tregtare. Banka tradicionale. Banka më e madhe private në Shqipëri. Banka më e madhe private në Shqipëri. Dhe ja pra ku mbaruam me spotet publicitare. Unë isha duke bërë vazhdimin. Do t'ishte mirë ta bëja me Florin. Umba. Pse bën Flori kështu? Sepse tani ka ardhur momenti që kjo skenë të mbushet nga dinamika e lëvizjeve të balerinëve. Jo, Flori më vjen keq. Më vjen kaq keq Flori, por janë studentët e Akademisë së Dansit, të punuar me mjeshtri nga koreografi Arjan Sukniqi, të cilët në ritmet afrikane do ta mbushin plot këtë skenë dhe ekranet tuaja. Ndjekim. Chumbai.
sudamericano, baila conmigo, baila hermano, muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano. Africano, sudamericano, canta conmigo, alza las manos, por eso me llaman el africano. Zumba, 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 África, llevo en mi cuerpo, África, es mi elemento, África, mi continente, África, fuerte se siente, ven hermano sudamericano, canta conmigo, toma mi mano, mueve tu cuerpo al ritmo africano. Zumba, 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 zumba. Studentët e Akademisë së Dansit, punuar nga Arjan Sukniqi. Faleminderit. Miqtë e mi pasionant, vrapojnë drejt kënaqësisë perverse të qenurit pjesë e kësaj bote të apasionuar pas famës. Ndërsa unë, famëmadhja unë që ndroj në vend, duke parë se si bota vjen drejt meje. Ndërkohë që unë do bëj të kundërtën, unë do të shkoj pranë miqve të mi pasionant dhe do t'i ofroj atyre të bëjnë diçka që nuk e kam bërë më parë. Ata do t'jenë në vendin tim, njëri nga ata, dhe do të bëj një prezantim. Mirëmbrëma. Ja ku jeni pra? Mirëmbrëma. Atëhere, bashkë me Zhakun do prezantoj një grup i cili ka nevojë për mbështetjen tonë, me duart trokitjet tona. Titulli i këngës së këtij grupi është Klithja e fundit, muzika The Hands, teksti Adriatik Doksani, orkestrimi Nertil Bajo, këndon The Hands. Unë e kuptoj që nuk duhem më në këtë skenë. Faleminderit dhe jona. Faleminderit dhe t'ishim dhe mundësi. The Hands.
The Hands. Do të mundohem thonë të bëj një prezantim të thjesht dhe të saktë, siç patëm fatin djem të grupit The Hands. Dhe ky prezantim i takon një këngë me një titull shumë të thjeshtë, por dhe shumë të rënditës. Kush mund të jetë tjetër? Ne e përjetojmë çdo ditë. Dashuria. E ka shkruar tekstin vet, ka kompozuar këngën, e ka orkestruar atë dhe vjen t'i këndojë sot dashurisë. Elvin Muço me Dashuria. Nëse pranë ti je, zemrën ma pushton ti. Asgjë nuk ekziston pa të, jeta nuk ka kuptim. Çdo shpirt do t'i hej, por pa të nuk mund jetoj. Asgjë nuk ekziston pa të, jeta nuk ka kuptim. Çdo shpirt do t'i hej, por pa të nuk mund jetoj. Asgjë nuk ekziston pa të, jeta nuk ka kuptim. Çdo shpirt do t'i hej, por pa të nuk mund jetoj. Asgjë nuk ekziston pa të, jeta nuk ka kuptim. Çdo shpirt do t'i hej, por pa të nuk mund jetoj. Elvin Muço, Dashuria. Dashuria. Këngëtarja që vijon nuk e ka për herë të parë ngjitje në këtë skenë. Vjet ajo ka qenë pjesëmarrësja me moshë më të vogël, si vjet, dhe pikërisht sot ajo ka ditëlindjen dhe është një vit më e madhe. Ajo është Ilda Mërkuri që vjen me këngën që titullohet Violina e shpirtit. Me muzikë dhe orkestrim të Sokol Nenaj, me tekst të Elona Bilalit, Ilda Mërkuri duke i uruar edhe 100 me Violina e shpirtit.
Ilda Mërkuri. Ilda Mërkuri, këngëtarja e rritur 1 vit. Tani, do të kisha shumë dëshirë ju lutem, tani ka ardhur një moment tjetër. Faleminderit, Ilda. Tani ka ardhur një moment tjetër. Unë do të zbres dhe do të shkoj pranë jurisë për t'i zbukuruar pak. Dhe për t'i bërë një pyetje kryetarit të kësaj jurie, të jurisë së festivalit, që është i nderuari kompozitori dhe dirigjenti Jetmir Barbullushi. Mirëmbrëma të gjithëve. Përshëndetje zotit kryetar, zoti Jetmir Barbullushi. Unë do doja t'ju drejtoja një pyetje. Të ulem këtu pranë jush, të ndihem dhe unë pak pjesëtare e kësaj jurie. A i ndjeni se kjo distancë moshe me këngëtarët pjesëmarrës në këtë festival është e largët dhe në qoftë se e ndjeni këtë largësi dhe këtë distancë, si mundoheni ta mbushni këtë për të qëndruar sa më objektiv në vlerësimin tuaj? Unë nuk kam qenë ndonjëherë më i përqendruar, qoftë edhe kur kam marrë pjesë vetë në festivale, edhe po i ndjek me shumë vëmendje. Dhe më bëjë qefin rrallë parë që janë gjithë këngëtarë të ri. Kjo është një gjë shumë e mirë, atyre që organizojnë. Edhe ka një freski, ka dhe një sallë të mirë me sa shoh. Përsa i përket kësaj, them që e ardhmja do jetë e mirë. Dhe presim edhe natën tjetër, shohim. Falenderoj shumë. Edhe juve veçanërisht jeni shumë simpatike. Faleminderit, ndaj dhe thash do shkoj të jap pak bukurinë në skenë. Se dhe unë ndjem veçanërisht e bukur sot se jam përpara një publiku kaq të mrekullueshëm. Dhe për vlerësimin tuaj për këngën më të mirë, për këngëtarin më të mirë, ju mendoni se do ta keni të vështirë të paktën me kaq sa keni parë deri tani nga konkurrentët këngëtar të natës parë? Pa tjetër që do ketë, çdo juri ka problemet e veta, sepse unë nuk jam vetëm, kuptohet janë edhe pjesëtar tjetër jurisë, gjithë secili ka mendimin e vet muzikor, po unë për vete do të jem shumë i sinqert me krijuesin, sepse jam vetë krijues dhe gjithmonë e di se ç'do të thotë krijosh. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Gjithë jurinë falenderoj për pjesëmarrjen, ju uroj një punë sa më të mirë dhe do doja tani që të ftoja në skenë 3 këngëtar konkurues, të cilët jam shumë e bindur se do ta mbushin skenën me ritmet hip-hop. Ato janë Rudi dhe Oxhi Klen, me këngën Evolucion, me muzikë dhe tekst të Rudit, me orkestrim të Jetmir Mehmetit, Rudi dhe Oxhi Klen, Evolucion! Pasi fiksuam fja që shkruam, ndërtuam këngën tonë, se kjo është rryma jon. Duke dashur të tregojmë që si jemi një lloj me tjerët, ne hodhëm versionin ton. Pasi fiksuam fja që shkruam, ndërtuam këngën tonë, se kjo është rryma jon. Duke dashur të tregojmë që si jemi një lloj me tjerët, ne hodhëm versionin ton. Thjesht për egoizëm çdo gjë e dua vetë, si do që t'jetë, s'më bëhet vonë për çfarë thonë, bëj jetën të qetë, si pjesëtar i një klani rreth, bëj atë çka më pëlqen kundra çdo ligji primitiv që më mbërthen, më kthen, s'mëlen të bëj atë çka dëshiroj. Një opinion që më bllokon dhe s'më lejon unë ta luftoj e të tregoj snobizëm me nefregizëm kundrejt atij që do më gjykoj, e dua të shtoj çak ti profesor që më gjykon nga sjellja ime, duke më thënë se nuk do të arrish deri në provime, por nuk e diti se kjo çetoj është jeta ime, prandaj se ke problem emërtim ti jap që të fshime, duke kujtuar se nuk do të bën ndryshime. Do të kujtohet kur më thoni të
rriur se na mërzite e tani që më shini më kërkoni lavdërime për çfarë? Plejë gjallë që ju vlerësuat por nga mënyra të shpërtim ju më në vlerësuat pas ka problem se emrin do shënohet në çdo vend të mbaj pozicionin tem duke treguar se kush jam e çfarë mendoj ta fam bashkë me kulturën e muzikës që kam se kjo që po flas kur nuk do të humbas dhe pjesë në OG Clan në pseudonimin tim Klas. Yeah, so como dua të jem një as. Pasi fiksuam fjalë që shkruam, ndërtuam këngën tonë, se kjo është rryma jon. Duke dashur të tregojmë që si jemi një lloj me tjerët, ne hodhëm versionin ton. Pasi fiksuam fjalë që shkruam, ndërtuam këngën tonë, se kjo është rryma jon. Duke dashur të tregojmë që si jemi një lloj me tjerët, ne hodhëm versionin ton. E unë XXL bëj pjesë në OG Clan, rimën time e hell dhe shumica e përqan kështu që rima ime po fillon për këtë historikun e si shkodra e quetem evolucion duke rikujtuar se jemi në pozicion idet më të bukur e kemi vënë në dispozicion për atë që na dëgjon kupton të realizimi po që është dhe arma jon për të goditur mbi ata që s'na dojnë ato të cilët rymën tonë injorojnë mund të duhet vulgare për në këtë vend ku jetoj kështu ndjehem dhe për rimat që bëj duhet të shpërblehem lek dhe respekt kërkoj nga ky jeti kërkoj muzikën time por nuk është e lehtë është një sfidë nxehtë mes meje dhe qëllimit tim të vërtet live apo me playback por duke pirë një gjoni me crack operojmë lojën Pasi fiksuam fjalë që shkruam ndërtuam këngën tonë se kjo është rryma jon duke dashur të tregojmë që si jemi një lloj me tjerët ne hodhëm versionin ton Shpresuam duke krijuam duke shpresuar se kënga jone punuar thjesht do t'ishte e kuptuar duke shtuar se tërësisht muzikës si jam dedikuar special ideale për një ambient të ekzaltuar e kuptuar stili këngës sime tashmë ka evoluar se mi rima që rimova të gjithë këngën ndërtova rrepis Shkodran më than jam prap e nuk ndryshova ne krijojmë për të kënaqur fansat tone e theksojmë për tjerë sa bëhet vonë kundërshtarët tanë si tinat na kanë tërbohen kur na shikojnë e duke konkuruar me këngën tonë që man titullin Evolucion Ne asgjë nuk na pemon origjinal repista në atë që realizojnë profesionista në natyrën e këngës son mund të duket e lehtë po kushdo le ta provojë ndërsa ne gjithmonë më lart do shkojmë Pasi fiksuam fjalë që shkruam ndërtuam këngën tonë se kjo është rryma jon duke dashur të tregojmë që si jemi një lloj me tjerët ne hodhëm versionin ton Pasi fiksuam fjalë që shkruam ndërtuam këngën tonë se kjo është rryma jon duke dashur të tregojmë që si jemi një lloj me tjerët ne hodhëm versionin ton Rudi dhe OG Clan. Unë e dija që do të ndodhte kështu sepse e ndjeja që pak ritëm hip-hopi ishte i domosdoshëm këtu në skenë. Megjithatë, vazhdoj me konkurimin tonë. Faleminderit. Rudi dhe OG Clan. Asa do doja si kur kaj shumë duar trokitje të ishin sa erë që unë dilja në skenë, po. Faleminderit. Vazhdojmë pranë me konkurimin. Këngëtarja që do të vi tani pranë meje dhe përpara jush është Erida Rexhepi, e cila vjen me një këngë që titullohet Në puthjen tënde. Muzika Erida Rexhepi, teksti Mariana Prifti, orkestruar nga Edmond Rapi, Në puthjen tënde. Erida Rexhepi. Që më ke ikur, po qas që prap më vjen, më lë që rritë fikur, pastaj bukan më den.
pikur, pastaj bukan më del, u vdes në puthjen tënde, por puthjes nuk I druen se jam një plaka zëne, venitem por nuk shuem, qas që ma ke ikur, o qas që prap më vjen, më lë qiri të pikur, pastaj bukan më del, u vdes në puthjen tënde, por puthjes nuk I druen se jam një plaka zëne, venitem por nuk shuhem, mos I kërko djalit të thotë të dua, se fjallët si ndezin dy bustet tua, më le dato pa fjallë, më fut pareshtur, e thellë e pa fund si dhe ti heshtur, mos I kërko djalit të thotë të dua, se fjallët si ndezin dy bustet tua, më le dato pa fjallë, më fut pareshtur, e thellë e pa fund si dhe ti Rita Rexhepi. Një tjetër këngëtar konkurrues, I cili me këngën e tij thotë se dikush shumë special nuk do që ta harroj, ndaj dhe titulli I këngës është Mos më harro. Është Armaldo Klozhëri pra që vjen me këtë këngë të kompozuar nga Arjan Ibrahimi, me tekst të shkruar nga Ledi Shqiponja, të orkestruar nga Endri Sina, Mos më harro. Armaldo Klozhëri. Kur lind një ndjen, si deti thell, ajo nuk shten, asnjëherë ndaj nuk kam faj, nëse drishtoj, më ti nuk vjen, s'të takoj, endet shpirti mjeher, a do të shoh, ndonjëherë, mos më harro ti jo e jam me men, a më dëgjon një çast val, a më ndjen, ke I kur lart, mos thuaj s'është e vërtet, mos më harro ti jo, por më kërko. Për trupin ti, ajër ke qenë për sytë e mi, ujë varë që rjedh e gjër pa fund, mu bë kjo jetë, pa ty mu mbloh, vetmi që hesht, zërin ta dëgjoj, vetëm me ty, për erë qëndroj, mos më harro ti jo e jam me men, a më dëgjon një çast val, a më ndjen, ke I kur lart, mos thuaj s'është e vërtet, mos
them zërin, thëras me klithje. Mos më haro, Dio, Dio. A më dëgjon një qast të valla më ndjen. Dua të shoh, të lutem, pa ty s'jetoj. Mos më haro, Dio, por më kërko. Mos më haro. Armaldo Klogjëri, mos më haro. Unë po lëkundem, jo, nuk po lëkundem, po nxjerr në pa bukuritë e mia, të cila vinë nga Zina Kondi, stiliste e këtij festivali, nga giganti prodhimi të këpucëve në Shqipëri Miral. Dhe do doja të falenderoja edhe Pub Mirage 2 për mbështetjen që do të na jap në mbas natës së tretë finaliste të këtij festivali. Dhe do t'ju ftoja përsëri të ndjekim pak publicitet. Rikthehemi përsëri këtu. Banka Kombëtare Tregtare. Banka më e vjetër dhe më e re në Shqipëri. Banka Kombëtare Tregtare. Banka tradicionale. Banka më e madhe private në Shqipëri. Banka më e madhe private në Shqipëri. Dhe ja ku rikthyem përsëri në skenën e Pallatit të Kongreseve në natën e parë të Festivalit Këngët e Stinës 2002 për të vazhduar me konkurimin, dhe ata janë Igli Rama dhe Ana Meta, të cilët vinë me një këngë që titullohet Nuk mjafton. Kjo këngë është e kompozuar nga Luan Zhegu me tekste Arben Dukës e orkestruar nga Sajmir Çili, Igli Rama dhe Ana Meta, Nuk mjafton. Unë të falë gjithë pasurin që ka kjo botë. Nuk mjafton një pasuria, zemra ime kështu thot. Unë të falë me lira vargje, melodi si valet e ti. Si mjafton një jetësime, frymëzimi i poetit. Unë të falë një mal me lule, lulezim në katër stin. Lulet nuk më duhen mua, se unë lule kam i lin, se unë lule kam i lin. Që të gjithë sa mjafton, asë jetë të salvove, jetës ti dhe ti e me, vetëm dashuria jote, duke fort një mal me lule, lulezim në katër stin. Duke të dhe mira vargje,
lule ka tërstin. Lulet nuk më duhen mua, se unë lule kam e mirë, se unë lule kam e mirë. Që të gjitha sa mjaftoj, asë njëke kësaj bote, jetës time I e flet, vetëm dashuria jote, nuk kërkoj të marrë me lule, lule time ka tërstin, nuk kërkoj të lira vargje, mos më fale dashurim, që të gjitha s'na mjaftoj, asë njëke kësaj bote, jetës time I e flet, vetëm dashuria jote, nuk kërkoj të marrë me lule, lule time ka tërstin, nuk kërkoj të lira vargje, mos më fale dashurim. Që të gjitha s'ma mjaftoj, pasuritë e kësaj bote, jetës time I e flet, vetëm dashuria jote, vetëm dashuria jote. Dhe pas një duet tjetër në skenë. Me sa duket, do të pushtojnë skenën duetet sonte, por kësa herë ndryshe. Ka dy vajza shumë simpatike, që ndihen ndryshe, që jetojnë ndryshe, shkojnë në përpabe ndryshe, dhe kanë një këngë tepër interesante. Orkestruar nga Alfred Kaçinari, kompozuar nga Agron Xhunga, teksti Andja, e të ndihemi ndryshe dhe ne me vajzat Ingridi dhe Luis. Ndihem ndryshe. Sonte në një park, unë kam zënjë te, brënda njerës flok, askush nuk më shet, syt po I het rotu, gjumi më zbrat, kërkoj në hapësi, pakët shpres ka shpat, se në vitë të re, zhytura në ty, për vetë vetës jo, nuk një asë njeri, mbaj një gotë në dua, bie lot në të, me më pas një këngë, është përis në zë, dhe pas ty më brënda, të shoh si në mjegu, të kam prande lartë, nuk udoj të flas, si e zë në faj, por vetëm heshte, dhe bota hapet, për para meje, ndjesi të porta, më gjojnë drejt teje, ndjeje
si. Ato ndihen ndryshe, me këngën që sapo dëgjuam, edhe unë ndihem ndryshe sepse do të ftoj një këngëtare e cila vjen posaçërisht për këtë festival nga Kosova, me një këngë që titullohet Në djall u dashurova, ose Në djall u dashurova. Për të kuptuar diçka më shumë rreth kësaj këngë, do të dëgjojmë këngëtaren Besiana Mehmeti, me këtë këngë të kompozuar nga Nexhmi Mehmeti, me tekst të shkruar nga ajo vetë, të orkestruar nga Naim Krasniqi, Besiana Mehmeti, Në djall u dashurova. Besiana Mehmeti. Tani do doja të falenderoja ata që mundësuan realizimin e këtij festivali. Dhe ata janë skenografi i mirënjohur Bashkim Zahaj, mjeshtri i ndriçimit inxhinier Pascal Ngjeliu, drejtori artistik i këtij festivali që është Adrian Hila,
regjizorin e këtij festivali Leonard Gjata, skenaristin e këtij festivali dhe është Vangel Kozma. Do doja të falenderoja dhe drejtorin e fotografisë Walter Qari, të tërë ju që mundësoni daljen ton në televizionin publik shqiptar, drejtorin e radio televizionit publik shqiptar dhe jap një puthje. Do doja të falenderoja instrumentistët tanë shumë simpatik. Do doja të falenderoja Florin e dashur që më qëndron pranë. Dhe veten time, faleminderit. Dhe me gjithë këto falenderime, unë ju uroj një natë të mirë, ju ftoj të vini përsëri nesër të ndiqni 16 këngëtar të tjerë konkurrues në natën e 2 të festivalit Këngët e Stinës 2002. Natën e mirë dhe miru takofshim nesër.